Unë jam ke sistem, në planetin, do godit të shkormoqur ky lloj sistemi sorosian që është në Shqipëri? Apo do vazhdojmë akoma, fusim Belinën në burg, edhe fusim edhe këtë tjetër në burg, ta shtymë 10 vjet, ta shtymë 20 vjet, Soros na ngelet prapë këtu brenda. Unë nuk dua që Soros të ngelet si gosh në stradini Shqipërisë. Po tjetë për personale, individuale, s'kam në bëjnë qatë dunë, po akon hangëshën. Po tjetë personale. Zoti Merkoçi, po. Kam gjë. Zoti Merkoçi, dhe i pyetja e fundit, e ndodhur në këto kushte përballë një hetimi që mund të hap spak sa i përket çështjes së Charles McGonigal, por edhe situatave të tjera, siç është ajo e luftës që Trumpi i ka hapur Sorosit. Kur mendoni se Edi Rama mund të bjerë nga pushteti dhe a do të ketë jetë të gjatë në këtë 4 vjeçar sa i përket vetë qëndrimit në politikë, por edhe në qeverisjen e vendit? Jo, nëse bëjë gjërat pretendohet që do bëhen me muaj, me vite, nuk kemi të bërë asgjë. Nuk kemi kërkuar. O bëhen tani, o nuk bëhen më. Unë ja u deklaroj dhe u të burrish. Ose bëhen tani, ose nuk bëhen më. Jo më kot Rama, se dhe Rama po e din dhe e shef. Jo më kot Rama ka bërë që me datë 9 hapet parlamentit dhe me datë 20 do jetë seanca tjetër. Pra, ai ka para përcaktuar dhe seancën pasardhëse. Dakor? Pra, tregoj që parlamentin e komandon total. Tani, nëse do ndodhi brenda këtij shtatori, unë jam dakord. Po që se Rama vazhdon dhe vendos të lloj rrugë, siç e ka, vazhdon dhe forcon akoma më tepër, atëherë themi, unë do jemi parë që them Amerika ka dështuar në këtë pikë. Spaku është totalisht i dështuar dhe e mbyllim historinë këtu. Nuk merrem më unë me proçkulla, e me deklarata, e me lëvizje boshe. S'kam drejtën me lëvizje boshe. Unë them, bujrum, hajde, bëje. Ke mbështetjen e popullit shqiptar. Do t'i bësh nder këtij vendi, siç i kam bërë dikur paraardhësit e tuaj. Shqipëria është në ekzistencën e saj, se po është popullu vend. Sot jemi 1.700.000, nesër do shkojmë 1 milion. Nëse mund shpopullohet vendi, nëse mund gjitha setët e këtij vendi, për çfarë po më duhet mua pastaj? Për çfarë kam? Mund të morin edhe varret e të parëve do më morin. Për çfarë më duhet mua? Unë shpresën, prandaj kam netem që ata do vinë dosi gati për të vepruar. Po nëse është që do veprojmë mas i vitit, do veprojmë mas 5 vjetësh, do veprojmë mas 6 muajsh, do veprojmë mas 8 muajsh, atëherë mbyllet kjo histori. Unë nuk kam asnjë lloj shpresë. Po them, vazhdoni, kur t'ja mori Zoti atëherë. Se tjetër shpresë në Shqipëri unë nuk di të ketë. Me një opozit, jo vetëm që është po që s'ka as ideologji, as këtë, as atë është pjesë aty. E qendrës majt, unë s'pres në gjë zhvillim, e majta s'ka sjellë në zhvillim Shqipëri. Mbaroj ky film. Qofse ne do vazhdojmë, Shqipëria të qëndrojë tek e majta, do të shohim vetëm terror, varfëri, vrasje, kontrabandë, do të kthehet në vend, do kthehet në një magazin Kolumbis, ka që gjë, s'më intereson më fare. Unë them, me që e ka deklaruar të gjitha lëvizjet që ka bërë nga deklarata deri te vajtë e Dumanit, urgjentisht në Amerikë, është një sinjal tepër pozitiv për Shqipërinë dhe tepër negativ për Sorosin në Shqipëri, me kryer Ramën, nëse do përputhet dhe do bëhet veprimi për ta godit Sorosin në Shqipëri, atëherë po. Po nëse Rama do lehet kryeminist, të vazhdoj, të vendosi, të vej, marri bashkitë, marri në Rama nesër, nëse Rama lejohet, nesër Rama do bëhet edhe kryeprokurori i Shqipërisë. Do bëhet edhe hetues, edhe e keni parë që është bërë dhe gjyqtar, se gjyqtari thotë se dha mirë vendimin hiqe. Pra, ai gjyqtari është bërë, tash do bëhet edhe prokurori i Shqipërisë,
Edhe pastaj çfarë ngelet? Çfarë ngelet? S'ngelet asgjë. Ujin ma ka ai, dritën ma ka ai, drejtësinë ma ka ai, mendin e ka ai. Tani na mori dhe ajrin edhe atë mirëpafshim. A detyrimi do i ikin shqiptarët nga ky vend. Sepse janë të lodhur, dërmuar, traskapitur 82 vjet, po kjo lloj historie është. Vetëm propagandë. Mos jam për propagandë. Unë them do bëhet, nuk bëhet, po mirëpafshim. Le. Kur t'ja mori Zoti, kur na japi Zoti, kaq, është e thjeshtë. Po nuk presun as tetori nuk presun. Jo shtatori, pas tetorin se presmo. Në qoftë se Rama merr mandatin, bëhet kryeminist, zotëri, mos më intereson fare. Nuk më intereson. Le të rri pastaj aty edhe të bëj çfarë doj. Kishesi edhe këto dy gjone që kanë ngjenë në Shqipni, edhe se gjithë kanë shqiptar bashkë. Ti marrin edhe këto dy gjone, ti lej shqiptarët pa shtëpi, ashtu siç ju kam thënë që do u lej pa pronë pa shtëpi, edhe të vazhdojnë shqiptarët duar trokasin, Ramën Berishën 100 tun. S'ka rëndësi fare, se iso janë të dy. Të dy me una janë. Unë njoni, unë tjetër. Dhe kaq, e thjesht fare. Duhen me bë, ta bëjnë. Shqiptarët të trinë, e shqiptarë. Ky popull se shqiptar ka fare pak në Shqipëri. Se po të kishe shqiptar shumë në Shqipëni, ky vend do ishte bërë, nuk do kishe ngel kështu. Po duke ardhur dhe cakët, duke ardhur ta shqipfolësit, e duke ardhur ta që s'kan identitet shqiptar. Vim pushtet, siç ka qenë edhe në diktaturë, treqereku bërës politikës ka qenë shqiptar. Edhe majtën komunizmin, vazhdojmë akoma me komunizmin, të ta vazhdojmë, çfarë tema. Unë nuk kam forcë për ta ndryshuar. Forcën për ta thënë e kam, po për ta ndryshuar, për ta kundërshtuar e kam, po për ta ndryshuar se kam. S'kam as ushtri, as banka, as gjë. Ata e kanë të gjitha. E që i kanë. E vetmja shpresë e jona ngelet ajo thënia e famshme e prindëve tanë e njerëzve tanë që thoshin ku po vjen Ingliz. Apo vjen apo s'po vjen. Tash me që Amerika po vjen. Unë uroj që ta bëj një orë më parë për të shpëtuar këtë vend edhe ky popull ti ngrej lapidar. Ka që ka. Ky popull ditë të respektoj. Qofse i bën një nder ditë respektoj, siç e kemi respektuar gjithmonë. Mos harrojmë se jemi popull i vetëm që i kemi mush sheshet kur ka ardhur 91-shin, kemi mush sheshin këtu. 92 kur erdhi ai. Po. James Baker. Muje. Tash, qofse Amerika do të na lejë mbajtje, na lejë. Çfarë ne populli i vogël, jemi veni i vogël, jemi skemi takat, skemi fuqi, jemi të varfëruar, se kemi dalë të varfëruar në 90, nuk kemi dalë me para ju bën këta, oligarku bën këta, se janë oligark partista, i cakto partia, kush është oligark, partia cakto kush është idiot, partia cakto kush është i persekutuar, partia cakto kush është borgjezi, partia cakto se kush do ta mori tenderin, partia cakto se a do flej, po ne, më burë më të keqen. Ti më thumë, ministre, çfarë ministre, këta edhe kur shkojnë me flet në darkë në shtëpi, pyesin kryetarin atë flet son mos flet me grup. Ale, e burë. A më të keqen. Zoti Merkoçi, që ti kemun e them që këta politikan, po, ka vizionin e ti, ka burrnin e ti, se vërtet më dha, edhe dikur, vërtet ishte mret zogu. Po të ke fundit ishte ajo elita që vendos edhe kur thoshte elita do bëhet kështu nuk diskutohesh. Nuk e pyetën as mbreti se pyet. Edhe mbreti pyeste elitën, siç e ka gjithë bota. Kurse këtu është e kundërta. Prandaj them, po su godit, nuk më hyn më në sy asgjë. Dhe unë pres si shtatori Rama të marrë goditën. Kështu e pres unë pak. Me gjithë të lëvizit që janë bërë kaq shpejta, unë pres që ajo do si t'i haj kokën të paktën. Dhe Sorosit marrë goditjen që meriton. Kaq. Zoti Merkoçi, unë ju falenderoj për gjithë analizën dhe kohën tuaj këtu në Agora News. Faleminderit edhe juve. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.